Shqipëria vazhdon të dërgojë mijëra të mitur drejt Bashkimit Evropian. Gjatë vitit 2024, 18.697 fëmijë nën moshën 18 vjeç morën lejet e para të qëndrimit në vendet e BE-s, sipas Eurostat. Kjo e rendit Shqipërinë të tretën e Europës pas Ukrainës dhe Bielorusisë. Migracioni i të miturve shqiptar është i përqendruar thuajse tërësisht në 3 shtete. Në krye është Italia me mbi 8.200 leje, rreth 44% e totalit. Pastaj vjen Greqia me 4.877 raste dhe Gjermania me 4.165. Ndër të gjitha vendet e tjera të BE-s së bashku lëshuan vetëm 1.400 leje për fëmijët shqiptar. Arsyeja kryesore është bashkimi familjar. Komunitetet e mëdha shqiptare të vendosura që nga vitet 90 vazhdojnë të tërheqin familje të reja, ndërsa Gjermania është shndërruar vitet e fundit në destinacion të rëndësishëm për punë dhe vendosje me familje. Në rang europian, vendet e BE-s dhanë mbi 544.000 leje qëndrimi për të mitur jo europian vetëm në vitin 2024. 2/3 e tyre, 66% u dhanë për arsye familjare. Gjermania, Spanja dhe Italia janë 3 vendet që lëshojnë më shumë leje për fëmijë. Në raport me popullsinë, Malta, Çipro dhe Luksemburg kryesojnë listën, ndërsa Franca ka shifrën më të ulët, pasi administrata e saj nuk lëshon zakonisht leje qëndrimi për të mitur. Migrimi i fëmijëve shqiptar mbetet i lidhur me rrënjët e diasporës, por edhe me kërkimin e një jete më të sigurt dhe më të qëndrueshme në Bashkimin Evropian.